Nderuar shikues, ju përshëndes, do të jemi bashkë në hapësirën e të ftuarit të ditës për të folur për një nga çështjet më të rëndësishme të ditëve të fundit. Prej 48 orë, shiret rrëmbyeshëm kanë mbërthyer vendin tonë me përmbytjen e disa nga qytetet kryesore të vendit. Qindra hektar tokë ndodhen në mbushtetin e ujit dhe 10 familja janë të evakuara nga vendbanimet e tyre. A janë marrë masat e nevojshme nga institucionet përkatësa? A duhet shpallët gjendja e jashtëzakonshme dhe sa efikase kanë qenë investimet nga ana e qeverisë, por dhe nga pushteti lokal? Do të diskutojmë në një intervistë me deputetin e Partisë së Lirisë, zotin Edmond Axhinasti. Zotin Axhinasti, ju përshëndes tek ne si që jeni. Faleminderit për ftesën. Zotin Axhinasti, le ta nisim fillimisht këtë bisedë nga situata që përmendet pak më sipër, por pa lënë në një anë edhe zhvillimet më të fundit politika. Fillimisht, a duhet shpallët gjendja e jashtëzakonshme nga ana e qeverisë për situatën në të cilën ne ndodhemi aktualisht? Situata është tepër e rëndë, situata e rreshjeve ka krijuar, do thoja, vështirësi të jashtëzakonshme, qoftë për qytetarët, të cilët ndodhen në zona të cilat në cilat ka pasur rreshje të jashtëzakonshme, por edhe në një kuadër më të gjerë janë krijuar vështirësi në qarkullim dhe vështirësi tjera si rezultati këtyre rreshjeve, dhe në këtë momente ne nuk po vlerësojmë dot cili është impakti dhe sa është dëmtuar, mund të jenë dëmtuar sektorë të tjerë ekonomik, për shembull bujqësia apo sektorë të tjerë. Kështu që duke pasur parasysh gjithë të situatë, mendoj se vëmendja për ta trajtuar atë me mënyrën e duhur, në kohën e duhur, dhe duke pasur mundësi për ta parashikuar, sepse këto nuk ndodhin, papritur, sigurisht ka edhe parashikime për ngjarje të tilla, besoj që duhet kishte pasur një përgjegjësi shumë më të lartë se sa aktualja. Për sa i takon gjendjes së jashtëzakonshme, sigurisht që këto nuk janë konsiderata personale, po janë shfaqja një gjendje të jashtëzakonshme është diçka që lidhet me disa kritere të caktuara dhe unë besoj gjykimin tim që një situatë e tillë meriton që të kalohet edhe në situatën e gjendjes së jashtëzakonshme. Po në fakt ju ngrini një çështje shumë, me pyetjen tuaj një çështje shumë të rëndësishme, që është ajo e përgatitjeve, e cilësisë investimeve, që është në fakt thembra e kilit e këtyre situatave. Sigurisht që investimet që të bëhen siç duhet do të jenë prioritet para të gjithash, për të marrë masat, për të evituar përmbytjet, por është evidente, tregon rezultati, nuk është çështje komenti, po tregon rezultati që kolektorët janë jashtë funksionit, të papastruar, janë patjetër ka shumë probleme me sistemet e pompave, të cilat janë të domosdoshme në situata të ngjashme. Ajo që është shumë flagrant është investimi në zonën e Durrësit për 46 milion euro, të cilat duhet kishte sjellë një situatë krejtësisht tjetër në menaxhimin e situatave të rreshjeve të tilla, apo do thoja edhe investimet e tjera të cilat kanë të bëjnë me sistemet kulluese të vendit. Ky nuk është vetëm në fakt një problem për sistemet e hidrovoreve apo të kanaleve kulluese, por është një problem shumë më i gjerë për cilësinë e infrastrukturës në vend. Vëmë re që shpesh herë që pavarësisht se veprat ndryshme infrastrukturore marrin miliona e miliarda para publike, cilësia e tyre, e zbatimit të tyre, e realizimit të tyre lë shumë për të dëshiruar. Kështu kemi parë rrugë të cilat janë shkatërruar brenda 6 muajve nga inaugurimi, apo rrugë të asfaltuara, veçanërisht ato me asfalt elektoral që mbas shiut të parë kanë dalë, është hequr asfalti e kështu me radhë. Prandaj mendoj që problemi është shumë më i gjerë, ka të bëjë edhe me koston e investimeve, e cila ka kaluar nivele ndoshta nga më të larta në Europë, në kuptimin e kostove për njësi të punimeve, të supervizionit, siç e kemi parë gjithashtu në skandale që kanë dalë nga telefonata apo nga do të thoja nga artikuja investigativ që ja bërë nga gazetarë të ndryshëm, shumë prestigjioz, apo dhe problemet e tjera akoma më të gjëra që prekin qeverisjen, e cila dihet tashmë që është mbërthyer nga... Do të cekim pak më vonë këtë pjesë, le ndalemi fillimisht tek pjesa emergjente tani. Çfarë do të kërkojë opozita në ditët në vijim? Fonde emergjente,
dëmshpërblim për qytetarët apo hetim për dështimet institucionale, pasi kujtojmë se në rastet të tilla do të ishte shumë më e rëndësishme që të lihen në një anë vendasit politike. Mendoj që gjitha bashkë duhen bërë, qoftë mundësia e një ndërhyrje të shpejtë, patjetër për të vlerësuar nëse kjo situatë do përshkallëzohet të kushtet e një situate të jashtëzakonshme, patjetër ndihmë menjëhershme për familjet e dëmtuara, që është më kryesorja në gjykimin tim, por më pas duhet bëhet edhe një analizë serioze me qëllim që këto fenomene që ndodhin ose këto ngjarje që ndodhin në mënyrë të vazhdueshme në Shqipëri. Këtë herë zona Durrësit tepër e dëmtuar, zona Elbasanit gjithashtu, apo dhe zonat e Gjirokastra gjithashtu. Por mos harrojmë që në mënyrë të vazhdueshme është mbytur zona e Shkodrës, si rezultat i hapjes portave të hidrocentraleve apo edhe të rreshjeve e cila ndodh në mënyrë periodike dhe asnjëherë nuk gjet një zgjidhje permanente. Patjetër, unë në këtë rast dëshiroj që t'i referohem një deklarimi që vetë kryeministri aktual e ka bërë në vitin 2012, që tha këto nuk janë punë të Zotit, këto janë punë kur mungon qeverisja, dhe unë jam plotësisht dakord me thënien e tij, që këto janë punë të keq qeverisjes. Pra çfarë duhet bërë ndryshe në vijim? Absolutisht, më thash, duhet prioritizuar, duhet investimet duhet të jenë cilësore një herë, investimet duhet të jenë të përgjegjshme, të mos treten në korrupsion, po të shkojnë të realizohen sipas projekteve të caktuara për sistemet e hidrovoreve, të kullimit apo dhe sistemet e tjera që janë të domosdoshme, të bëhet certifikimi i cilësisë së këtyre investimeve, se e përsëris, jemi në një situatë ku këtu nuk funksionon sistemi i supervizimit, nuk funksionon sistemi i certifikimit, janë sisteme të korruptuara. Pra, korrupsioni ka hyrë thellë në çdo qelizë të këtij shteti. Dhe rezultati është ky që shohim sot. Pavarësisht se parat kanë qenë aty, pavarësisht se investimet janë bërë, situata konkrete tregon se ka një shpërdorim të jashtëzakonshëm, ka një korrupsion të jashtëzakonshëm. Ka një mos funksionim institucionesh? Ka një mos funksionim shumë më gjerë i gjithë shtetit në përgjithësi, sepse patjetër edhe këtu nuk do të duhet filloj të bëj politik, por ka një logjik shumë të thjeshtë, është një logjik matematikore, në qoftë se pushtetin nuk e merr nga zgjedhjet e lira nga qytetari për të shërbyer qytetarit, patjetër pastaj bie peng i atyre që ta japin pushtetin, i detyrohesh të japësh kontratat, të japësh koncesionet, të japësh para publike për të shpërbyer për shërbimin që të kanë bërë. Dhe kjo ka ndodhur në Shqipëri dhe kjo vazhdon të bëhet. Zotëria Xhenasu, le të hym pak tek pjesa e politikës tani. Kjo situatë që vendi ynë po kalon, apo e zbek sa do pak aktualitetin politik? Jo, as pak. Unë mendoj që aktualiteti politik është shumë i rëndë dhe agravohet çdo ditë, sepse çdo ditë njihemi me problematika shumë të rënda, përveç atyre që tashmë janë të ditura, që janë do të kenë secila prej tyre, secila problematikë do të ishte e mjaftueshme për të dhënë dorëheqjen çdo qeveri e moralshme, por këtu skandali i ri është më i madh se ai i kaluar, kështu që i zë vendin ose paraqitet si i tillë, dhe kështu në këtë vend fatkeqësisht ndodh një krizë shumë e madhe e qeverisjes, është një krizë shumë e madhe e reagimit të institucioneve ndaj këtyre skandaleve, por është edhe patjetër edhe një mundësi shumë e madhe që qytetarët japin me reagimin e tyre, të japin ndëshkimin e duhur, të kërkojnë llogari qeverisjes për këto gjëra që bën. Si dhe përshkruani sot raportin institucional mes qeverisë dhe opozitës, dialog apo përballje e hapur? Unë mund të flas shumë konkretisht për atë që ndodh në parlament. Në parlament shikojmë që mazhoranca ka një arrogancë të spikatur, arrogancë e cila vjen pa diskutim nga mënyra se si janë fituar zgjedhjet, por edhe nga numrat që ajo ka sot, që ka arritur të marrë nëpërmjet zgjedhjeve të manipuluara, zgjedhjeve ku përdori gjithë shtetin për të fituar pushtet, asetet shtetërore, përdori bandat, gjë që është konfirmuar tashmë edhe nga raportet ndërkombëtare, nga OSB e Odiri, dhe pa diskutim që nuk ka një
themi një respektim i kushtetutës, një respektim të kushtetutës, të ligjeve, të rregulloreve dhe të praktikave më të mira, për të përdorur një platformë shumë të rëndësishme të politikës, që është parlamenti, për të bërë detyrat në funksion të shërbimit qytetarëve. Kjo pa dhe nga mënyra se si u evituan diskutimet për qeverinë, për programin e saj, mënyra si u evitua diskutimi i buxhetit, mënyra si është evituar diskutimi për ligje shumë të rëndësishme, jo vetëm me karakter ekonomik, por edhe me karakter shumë të rëndësishëm dhe social për vendin tonë, siç ishte ligji i barazisë gjinore, i cili në fakt nuk ishte një ligj për barazinë gjinore, po ishte një ligj për të futur si kal troje koncepte që janë as pak të pranueshme për shoqërinë tonë. Kështu që, duke thënë kjo, ose mënyra se si refuzohen seancat dëgjimore apo interpelancat, kështu që e gjithë kjo sjellje e mazhorancës tregon që ka një mungesë të theksuar të respektit për opozitën si një institucion, i cili është një institucion kushtetues, një institucion i cili i shërben dhe vetë qeverisje si një opozit, e cila paraqet alternativa, e cila paraqet, do thoja, oponencë për politikat saktuara, për buxhetet apo për programet e qeverisë, është një aset kombëtar, sepse i shërben edhe vetë qeverisë. Por kjo injorohet totalisht me forcën e votës dhe me forcën e arrogancës së kartonave. Zotja Gjinas, të lidhur me aktualitetin, në gjendjen aktuale politike që ne jemi për momenti, Partia Demokratike ka thirrur disa foltore, por ka organizuar dhe protesta kombëtare, gjithashtu ka thirrur sërish protestë kundër qeverisë. Si shikoni ju këto protesta të opozitës, nëse do të përmbledhja Partinë Demokratike me opozitën në këtë situatë që ne ndodhemi? Pra, mendoj që është reagimi më i natyrshëm, jo vetëm politik, nga ana e Partisë Demokratike dhe Partisë Lirisë dhe partive tjera opozitare, por mbi të gjitha është një zgjim i ndjenjës protestës të qytetarëve, të cilët treguan në protestën kombëtare që realizuar para pak ditësh, treguan një ndjeshmëri të lartë, treguan që patjetër ata duan një ndryshim dhe kjo qeverisje duhet të ndryshojë. Kjo qeverisje pa diskutim që duhet të jetë ndjeshme ndaj qytetarëve, por e ka kaluar atë, si thuash, provën e testit, ajo tashmë ka agjendë tjetër, nuk ka agjendën si të shërbejë qytetarëve. Ka agjendën e pasurimit të klaneve të saktuara, të klientëve të saj, dhe sigurisht të vazhdoj me sistemin e korrupsionit që ka ngritur të përftoi në mënyrë të paligjshme dhe të pandershme miliarda nga parat publike qytetarëve shqiptar, duke i lënë ata në situatë shumë vështirë. Situata e përmbytjeve e tregon këtë, situata e shëndetësisë tregon këtë, arsimit e tregon këtë, mënyra se si po zhvillohet vendi ekonomikisht e tregon gjithashtu këtë. Dhe në fund të ditës, ajo që e tregon më mirë nga gjitha është pse shqiptarët duan të largohen dhe janë larguar në këto shifra që janë të jashtëzakonshme nga vendi. Në këto 10 vite janë larguar rreth 1 milion shqiptar, pra rreth 30% e popullsisë, që është një shifër e jashtëzakonshme. Zotja Gjinas, të lidhur me protestat e opozitës, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka bërë edhe thirrje për një bashkim të opozitës, pra për një opozitë bashkuar në protestën e radhës. Çfarë përgjigje jep Partia e Lirisë marrë parasysh dhe këto që ju sapo na përmendët? Partia e Lirisë në mënyrë të vazhdueshme ka qenë për një konsolidim të gjithë forcave opozitare, po jo vetëm të forcave opozitare, këtu duhet krijuar një front opozitar që përfshin edhe faktorë të shoqërisë civile, të akademisë, të gjithë shqiptarëve që janë të paangazhuar, por që duan ndryshim, që shikojnë ndryshimin si një gjë shumë normale të demokracisë. Sigurisht që një qeverisje në një vend normal, demokratik, ku funksionon demokracia si duhet, nuk do kishte arritur që të krijonte problematika të tilla, që fillojnë me legitimitetin e pushtetit, pra me zgjedhjet të cilat blihen, manipulohen, më pas me skandalet jashtëzakonshme miliardash,
Mëtej edhe për mënyrën se si i bën politikat e vendit, si e zhvillon vendin. Për shembull, ka krijuar një mundësi për industrinë e ndërtimit, por me para, me burime, parash të paqëndrueshme që vijnë nga trafiqet, që vijnë nga aktivitetet paligjshme. Dhe kjo gjë pastaj është reflektuar në problematika që i kanë hyrë në radarin e partnerëve tanë ndërkombëtar, Shtetet Bashkuara të Amerikës, të Bashkimit Evropian, të vendeve të caktuara të Bashkimit Evropian, të partive politike, të grupimeve shumë serioze, më të mëdha në botë ndoshta, të partive politike, të cilat e shikojnë Shqipërinë si një vend shumë problematik, ku ka mungesa të theksuara të themi të shëndetit demokratik, ku zgjedhjet nuk zhvillohen në mënyrë të lirë të ndershme, por në mënyrë të pabarabartë, dhe pastaj e kanë cilësuar Shqipërinë si një vend e cila është bazë e operimit të aktiviteteve të jashtëligjshme dhe kriminale, të trafiqeve e kështu me radhë. Këto janë dokumenta që tashmë janë bërë publik, nuk janë komente politike, por tërësia e këtyre tregon që Shqipëria ndodhet një situatë jashtëzakonisht tepër të vështirë të saj, të institucioneve, të legjimitetit dhe të qeverisjes. E qartë, për zoti Haxhinasi na përmendët në fillim që këto protesta nuk janë thjesht politike, por duke parë distancimin e qytetarëve nga politika, pra vetëm forcat politike që ngrihen në protest. Çfarë do të thotë? A rrezikon opozita të humbas më tej besimin e qytetarëve? Se nuk mundet dot opozita që të grumbulloj sa më tepër qytetarë në këto protesta për të ngritur zërin e gjithë popullit? Unë mendoj se tashmë qytetarët po kuptojnë që angazhimi i tyre është i domosdoshëm. Duhet të pranojmë pa diskutim që qytetarët kanë pasur një zhgënjim nga politika në përgjithësi. Mbi ta është ushtruar një presion i jashtëzakonshëm, është ushtruar dhunë psikologjike, është ushtruar dhunë me punësimet, është krijuar një ndjenjë frike tek ata që pjesëmarrja në mitingjet e opozitës apo angazhime me opozitën, siç mund të bëhet një vend normal demokratik, janë gjëra të cilat ndëshkohen, dhe faktet janë që janë ndëshkuar me raste konkrete, dhe ne i kemi evidentuar dhe pa diskutim janë shumë skandaloze. Pra, qytetarët po e kuptojnë që tashmë situata është aq e agravuar, aq e rëndë, sa as presionet, as çdo lloj intimidimi nuk mund t'i bëhet më atyre, sepse... Por çfarë duhet bërë në këtë situatë që në këtë situatë është pikërisht ajo që qytetarët janë në mënyrë të vazhdueshme duke marrë pjesë në aktivitetin politik, duke ardhur pranë nesh, duke qenë të gatshëm për të angazhuar, për të mbështetur opozitën dhe për të ndryshuar, për të realizuar një transformim normal, demokratik të pushtetit. Më thënë, nuk pyesin më as nga intimidimet, as nga asnjë presion tjetër që i bëhet aty, qoftë edhe nga element të inkriminuar apo grupe të caktuara kriminale, të cilat në fakt për hir të vërtetës kanë ushtruar një rol shumë të madh gjatë zgjedhjeve të fundit. Zoti Haxhinasi, le të ndalemi tani tek një tjetër çështje e rëndësishme. Para pak javësh, drejtimi i prokurorisë posaçme i ka kaluar prokurorit Klodian Braho. Nuk dua që të bëjmë parashikime për detyrën e tij të re, por doja që një opinion nga ana juaj për paraardhësin e tij Altin Dumani, por dhe për kryeprokurorin e ri të SPAK. Unë kam zakon karrierën time që nuk bëj vlerësime për figura që si takojnë politikës, janë ato vlerësimi për ta patjetër bëhet në kohën dhe në mënyrën e duhur. E rëndësishme është që pritshmëria ime për rolin e SPAK-ut është që vërtet të realizoj qëllimet për të cilat ajo ngrit në fillim, që u mbështet nga 140 deputet të parlamentit shqiptar, duhet ta justifikohet të qëndrojnë lartësinë e detyrës, të ligjit, të kushtetutës dhe të një misioni shumë të rëndësishëm që duhet realizoj për qytetarët shqiptarë, që çdo person i kriminalizuar të përgjigjet para ligjit ashtu siç duhet. Po deri në këto 6 vite ka përmbushur SPAK detyrat? Unë mendoj se ka pasur raste që ka pasur, do thoja, defekte shumë të mëdha në punën e SPAK-ut. Për shembull, një rast konkret
qoftë në mënyrën e procedimit apo në mënyrën e politikës penale të themi, apo mënyrës si janë trajtuar rastet veçanta. Një ndërto është i liderit Partisë së Lirisë, zotit Ilir Meta, mënyra si u arrestua, mënyra pse u arrestua, dhe kur në kohë kemi praktika europiane shumë të qarta, në të cilat personat të tillë me një profil kaq të lartë politik janë hetuar në gjendje të lirë. Kemi rastet e Sarkozys, kemi rastet të tjera, kemi rastin e presidentit Trump, për të cilin u la të vendose nga vullneti i qytetarëve në momentin e votimit, në zgjedhje. Por një kemi dhe kryebashkiakun e Tiranës në paraburgim. Çështjet janë komplekse dhe të ndryshme. Për shembull, do thoja gjithashtu, një gjë që do të kisha dashur të shikoj, që s'pakt ishte marrë me çështjet madhore, ku janë përfshirë edhe emrat që ju po përmendni, si për shembull çështja e inceneratorit të Tiranës, apo çështjet e tjera që tashmë janë bërë domen publik, janë diskutuar dhe tashmë janë dieni publike që kanë ndodhur. Kështu që SPAK-u ka një mision shumë të lartë për të realizuar, për të vendosur legitimitetin në këtë vend, për të vendosur pa diskutim respektimin e ligjit dhe për të sankcionuar atë që është shkruar qoftë në të drejtën europiane, qoftë në të drejtën tonë, në kushtetutën tonë, në ligjet tona, që të gjithë janë barabartë para ligjit. Është një detyrë shumë e rëndësishme dhe shumë e vështirë. Zotja Gjinasto, një pyetje të fundit, e mbani ju kontakte me presidentin Ilir Meta, a jeni takuar gjatë kësaj periudhe? Jam takuar pak herë, kam folur më tepër në telefon, sigurisht duke përdorur gjithë hapësirat shumë të vogla që ka të komunikimit me të. A do të vijoj të mbaj postën e presidentit Partisë Lirisë? Jo, pa diskutim, pasi ai nëpërmjet qëndrimeve të tij politike, nëpërmjet komunikimeve, ai jep një vizë shumë të qartë të mënyrës si duhet të ecë dhe në çfarë drejtimi duhet të ecë, dhe patjetër në aspektin organizativ dhe në aspektin politik që duhet ndërmarrë Partia e Lirisë. E qartë, zotja Gjinasto, ju falenderoj shumë për këtë bisedë, kënaqësi që ishit me ne. Faleminderit për ftesën. Ndërkohë, të nderuar shikues, kemi ardhur në fund të kësaj bisede, do të shkëputemi tani për një hapësirë publicitare. Ju falenderoj për vëmendjen.